Një njeri I ort tha kështu: o biri im, mbaj mend 2 urtësi në këtë botë. Mos merr vendim kur je I hidhruar dhe mos premto kur je I gëzuar. Nëse e analizojmë pak, nëse qëndrojmë pak në hijen e këtyre 2 këshillave, atëherë shohim se me të vërtet muslimani apo njeriu në përgjithësi duhet të evitoj këto momente kur është shumë I hidhruar apo I gëzuar, që mos të merr ndonjë vendim, nga se atëherë vendos me entuziazëm, me emocion, dhe emocionet e forta, qoftë gëzim I tepruar apo qoftë hidhrim, e dobësojnë arsyeën dhe kështu e shtrembërojnë realitetin apo gjykimin e drejtë. Është I njohur hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me të vërtet e vërteton këtë që është thonë, sidomos pjesën e parë, por edhe pjesa e dytë hyn në këtë. La yahkum ahadun bayna ithnayni wa huwa ghadban. Mos të gjykojë dikush mes 2 personave duke qenë I hidhruar, duke qenë I zemëruar. Dhe këtu dietarët kanë bërë analogji me çdo emocion të tepruar, qoftë lumturie e tepruar, qoftë gëzim I tepruar, qoftë hidhrim, qoftë uri, kur nuk është I qetë, nuk është I kthjellët, nuk është I relaksuar, kur nuk e ka arsyeën apo përdorimin e arsyes në formën më të lartë. Prandaj nuk bën, duhet të pas kujdes që të mos marrëmi vendime kur jemi të hidhruar. Pse? Sepse vendimi është ekstrem, sepse zemrimi të bën ta shohësh realitetin në mënyrë të shtrembëruar. Kur je I zemëruar, kur je I hidhruar, reagon shpejt në mënyrë të pakontrolluar. Thu gjëra të rënda apo ekstreme që pastaj pendohesh, ngutesh, shpejtohesh, ndërsa kjo e kundërshton vendimin racional, vendimin që bazohet në arsye dhe në thellësi mendore. Kështu kanë mundësi me ndodh dame të mëdha. Fjalë e rëndë që e thu në moment hidhrimi, që merr një vendim të ngutshëm, ka mundësi të çoje në prishje të relacioneve, në shkatrim të marrëdhënieve ndërnjerëzore. Kështu që shtyje vendimin derisa të qetësohesh, derisa të relaksohesh, derisa të jesh qartë në aspektin racional dhe të shohësh gjërat kthjellët. Pastaj kemë pas se çfarë ndryshimi, çfarë dallimi ka me pas vendimi yt. Dhe pjesën tjetër, mos premto kur je shumë I gëzuar, sepse kur je shumë I gëzuar, ke mundësi të premtosh diçka që është më e madhe se ajo që ke mundësi ta vartësh, që ta nënvlerësosh vështirësinë e asaj që po premton. Për shkak jo, pasi që ti vepron në bazë të entuziazmit, euforisë, emocionit, dhe jo në bazë të gjendjes reale apo përputhshmërisë tonde me realitetin. Prandaj merre si këshill të rëndësishme qysh na dha ky njeri I ort. Kur je I zemëruar, qetësohu, pusho, merr pauzë, fle një natë dhe pastaj merr vendim. Mos u ngut, mos nxito, sepse ajo ka mundësi me sjell dëme të mëdha në jetën tënde. Dhe kur je shumë I gëzuar, mos premto, prit derisa kaloje, derisa zbehet ajo gjendje e fortë e emocionit. Ai emocion I cili ta shtrembëron realitetin dhe të shtyn që të vendosësh diçka që nuk ke mundësi pastaj me bart, po me majt fjalën. Kjo është shumë më e dobishme për ty. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح